Mes familjarëve, miqve e bashkëpunëtorëve të të ndër vite, biznesmeni, humanisti dhe veprimtari i njohur i komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ndu Ftoni, festoi 70 vjetorin e lindjes. Një moment i veçantë për të festuar dhe falenderuar të gjithë ata që mbështetën në rrugën e gjatë e me jo pak vështirësi, ndërsa ndërtoi jetën e re në Amerikë, duke mos harruar kurrënjët. Të nderuar të pranishëm, mbrëmja mirë, e mirë se në 70 vjetorin e mikut tonë të nderuar Zotit Ndu Ftoni. Sot është dita e Shëndenot, ju një moftanve, ju që jeni të pranishëm këtu dhe të gjithë shqiptarve. Për secilin nga ne e për mua në veçanti është një kënaqësi e privilegj të marrë pjesë në evenimente të tilla me burra kaq të nderuar, me burra kaq fisnik të artit, kulturës, traditës, të biznesit, të kulturës dhe të dashurisë. Prandaj e quaj privilegj mundësinë që të kem në një farë forme i brikun e kësaj mbrëmje, thonë atje në Malsi, është kollaj me qitë me i briktuj, por me nëru këta burrat nërur që ka bashku sonte Ndu Ftoni, është vërtet një përgjegjësi e madhe. Prandaj mirë se keni ardhur, e kalosh i bukur. Ndu Ftoni është i njohur për gjithë ne, është një emblem përfaqësuesje më e mirë e tipareve më të mira të Dukagjinit, u rrit siç ne duke sfiduar diktaturën, mori rrugat e gurbetit duke nderuar veten e tij, duke nderuar familjen e tij, i theu të gjitha ligjet e kapitalizmit, sepse zotni Ndu Ftoni kur u nis për Amerikë, nuk kishte një vizë, por kishte kuraj. Kur shkoi në Amerikë, nuk e priste askush, por kishte besim tek Zoti. Kur filloi të punoj, nuk kishte një mbështetje, nuk kishte një përvojë, nuk kishte një fakultet, por kishte guximin dhe ligjet e kapitalizmit. Ndoshta me Ndu Ftonin ka fituar një studim të veçantë. Ndu Ftoni, kur u bë një biznesmen i njohur matan Adriatikut, nderoi jo vetëm Dukagjinin, jo vetëm Shkodrën, por edhe Shqipërinë. Intelektual të mëdhej të shoqërisë Vatra, por edhe të shoqërive tjera të njohura në Amerikë, e ftuan Ndu Ftonin në mesin e tyre, sepse atje solli traditën shqiptare. Solli Dukagjinin dhe të gjitha cilësitë e tij, me bujarinë, me besnikrinë, me fisnikrinë. Një djalë i Dukagjinit që atëherë ishte burruar nga Smiri, kishte në nërmarrjen e tij intelektual, profesor të shkolluar, dhe këtu u sfiduan edhe një herë ligjet e kapitalizmit. U tregua ajo që bujaria e Dukagjinit triumfon në fush, në mal, në qytet, në Evropë dhe në Amerikë. Një duar trokitje për zotnin Ndu Ftonin dhe sukseset e tij. Është një mbrëmje e veçantë. Unë kam vetëm fjalën e hapjes, kam vetëm i brikun e moderimit këtij aktivitetit, por përpara se të jap fjalën Zotit Ndu Ftoni, i falenderoj familjarët e tij, sepse kjo nuk është sofra e parë që na kanë shtruar në vite. I falenderoj për gjithë ata që kanë bërë për Dukagjinin në kohën e Covidit dhe më parë. Këtu është përgatitur një dokumentar që do të tregojë mbi gjithë veprimtarinë e Zotit Ndu Ftoni në vite dhe nuk do të zgjatem sepse për ju është e njohur, por dua të ftoj bashkëshortën e tij për t'i dhuruar një tufë me lule, sepse bashkëshortja e tij ka qenë miku më i mirë i suksesit të tij. Por edhe djalin, një king Dukagjinit që na ndërron ku do të jetë një pasazh i një familjes Ftoni. Një duar trokitje për Ndu Ftonin, familjen e tij që sot është vetëm djali dhe bashkëshortja, vajzat, Nipa dhe Besa ndodhen larg, por e ka një surprizë për Zotin Ndu. Ta shohim pak sekonda janë, por janë të çmura në momente të tilla.
Gëzimët të line daja e bashkëshin vjeç. E tash fjala përshëndetse për gjithë ne nga Zoti në oftoni. Mirë se gjetëm në oftoni. Mirë se. Të dashur, mirë se shok. Mirë se gjakotim. Mirë se keni ardhur nga larg. Jam shumë i televizion sonde që më keni rrethuar kjo flasni dhe të thëmë me fjallë e parë. Kisha me të ullë i shqivjet, pra si forë sa jam i rash, nuk lusë për lutër tjetër për të arsye, se nuk mund bashtoj ma një këndorë tjo me më rrethua si që një sonde. Herë me sopa fronsodje. Na me eroj një sonde, më thamë që jam shumë krenar me ju sonde. Ju falenderit gjithët që ma kini rezultu ftesën, pra ju një ata që e bani sonde krenare këtë darë të përgjëtimin jonë. Falenderit kryetarit të bashkisë të Foshasit. Falenderit për respekt që më ke lansode më të sa shpeseriet që ke ardhë nga lartë dhe është i privilegj për mua që jetë në mesën të të sonde. Për parim lati, mirë të një malë, mirë se ka prunë Zoti dhe mirë se ke ardhë. Ilmi Kurdi, mirë të një malë, mirë se ka prunë Zoti. Kënaqësi. Zefçoba, mirë të një malë. Jo njërën tavolinën, për njërën fresnin ku do të qitjesh. Faleminderit që ke arzoni për të meruë. Luiz Alia me se ke ardhur, me se ka prunë Zoti, një kamtari njoftën i kanë shkodrane, që të njefë marë Shqipëria. Nën prefekti i Malësis Madhe, Hysen Hyjaj, me se ka prunë Zoti, me se ke ardhur. Gjën Bruqi, me se ka prunë Zoti, edhe me se ke ardhur. Kam një mik të veçantë, që e kam njoftë të pakot Amerikës. Kam pas qef me njoftë të rafër edhe Shqipëri, por nuk kanë nërë kohës kam pas mundësi kur kjo ka kanë në pedestal, po ashtë edhe sëtë pedestalë. Ky është miku i jonë, një burë që e ka njoftë Shqipëria, ishtë drejtori i radio-televizorit kombëtar shqiptar, ishtë ambasadori i Shqipërisë në Suedi, Zoti Virgil Kule, historian, na nërë zë në besmarë mesin ka prunë Zoti. Kënaqësi si e mesin tonë. Na kanë e thumë se ofra madhe, për kur vini kulfti janë të tonë mëdhëje. Por janë tonë për Kerevanit, kush është të sonde. Dhe mesin ka prunë Zoti. Lekzogu, mirë se ki ardhë. Për mua nuk jene ru si ki ardhë, se jenë mosh, ashtu për e sfidën moshe, mesin ka prunë Zoti. Kam derin të prezentoj kryetarin e qarkut Lez, Zotin Agronimanaj. Një vit jemi, nëse ka prunë Zotin, Pjetër Matusha, mjeshtër i malë. Laudar që e legjët Shqipëria, nëse ka prunë Karenia. Beseksinari, unë s'më zjenë fjallë për ty, për të në tajnë, se ju këni folë vetë, në skena ka sa ide, unë me folë, unë për ju, se thoshe, kam frikësës nuk i me folë. Mirë se ka prunë Zoti, mirë të një malë, beseksinari, mirë të një malë të në gjaj, një kosisht, i duhet të rëpitën se kohë kjo një zonë me muë. Të në gjaj. Po, ke e kënu mitë në dhe peda e për gjyse, për ja fali gjyse nëllë. Mirë se ka prunë Zoti. Më dola. Mirë se kjallë. I di pur me vera, mirë se ka prunë Zoti, kënaqësi të jeshtë në rëthëndonë. I vërë në hebaj. Mirë se kjallë. Falenderit që ka me se të ka prunë Zoti. I të miroj. Me se të ka prunë Zoti. Nuasana. Me se kja me që grupin tanë. Kryetari shkëshës Lukashinit i cili i veçan në Lukashinit i cili ka përmëhua vlerat e Lukashinit dherë mas mirit dhe i ka zirë në pa. Falenderit që kja ardhë. Në shkami, me se të ka prunë Zoti për që lahu. Një pjesë i renit falenderit shumë. Duhet presentoj edhe juristen Fatmira Lame, ambasadore e pasës bëndore, falenderis dhe shumë respekt. Për Bilali, mirë se ke ardhë, një historian, i shtytësishëm, mirë se ke ardhë, mirë se ka prunë Zoti.
Para nga shtilaj, një shtëri madh, nëse ka për Zoti. Faleminderit për respektin që më ke ba, për vlerësimet që më ke dhënë. Ju më keni dhënë ndoshta më shumë se jam unë për të. Dhe ju faleminderit se vlerësimin që më ka ba mua vendlinja, edhe u janë, mua mi kanë të kaluë. Ato, se unë ditën që jam nisë për Amerikë, jam nisë me krye mrapa, duke dhënë atë si bëtë se është ka shkojnë vetëm trupi në Amerikë, për zemra shpirti me vetëm Shqipëninë. Të kanë jeni të nërun, kam një familje të veçantë, një familje kraja Rahmet Fast, jo keni njoftoni, ka njoftar Shqipënia. Për mua ka kanë privilegji më i madh. E kam nostalgji profesorën gjallë dhe unë jam ai që mësova për ati vorët. Njëri që do në mërën, me falit krajnë, ka mësu kur përën e ta. Dhe është e pa harrush me ajo në e që va në shpita në Amerikë, ajo Rahmet Fast, përshtes vajzën e ti, me familje, me burë, njërë se të njërë sëllë nga Tirana, dhe ju falenderit shumë për respektin që më këni pasë dhe që këni ardhë. Zotë ju e të tane, për të asati me se këni ardhë. E në nashë për qatë. Falenderoj të gjithë bashkëtarët e mi, kushërit, kanë ardhë të sëllë që më kanë mështetë, që vërshë në mirë në në tishen, dhe jo thesha që dhe mëzime kushtë të njërë të sëllë. Së më një kanë borët të në kanë. Gjdo shqiptarë, gjdo njeri, sëllë të bajnë, për familjen, për shështin, dhe qofti Zotin me bahë për kodin nuk ka ba e sa do të me bahë. E unë në uftoni le në rejtë shoshit. Aty, shoshit është i rëthullëm me malin katerandë. Për herë të parë, që unë kam rënë shkoller, kam rënë pa mosh njërë 14 vjetë. Dhe për ditë kur shosha për izumit, me nosha që të kemë në hypnat maje, o që të kemë në dëllë maje në tjetër, si du në lasi kësha ka përësive. Dhe për herë parë, në moshën pa mosh 14 vjetë, me vëllani madhu njëse për shkoller. Kur hy pava, se në shvejtje shka. Dukazimi s'ka pas musliman. Kufizimi me musliman kështë në parekale. Kur vjen parekale, më thotë vau, këtu thotë është kufini muslimane katolik. Por që shani zhuë, ata njerë ka thonë, e mira pëllë në muslimane mos ja pashen fe. Ishin ngulitë se fmi. Kur da të gjamia, ose një zdoj, e mirë si kënje mirë, po e mirë, i thotë qënë ta, e thonë ladën, thotë po, musliman, po ka kanë si në thash, a i si e shë. Por unë, theva një koncept, fmi isha, por theva një koncept që esi me muat për njetën. Se njësit ja ka një lojë po a dy fe, të mirën dhe të keshin. Esi me mua ajme të tëtë, e jam shumë i knasën që ja theva në moshtë minore. Tashi, falënderoj Zotin për gjitha arritet që të më pasë, në vëtën. Po e mira shkolla, për shkolla jetës, është të shka madhe. Më falënderoj Zotin dhe për së më bashku kurmenja, që unë dhe të ka Shqipërinë. Dhe ju betohem, sot me kanë moshën që jam njësa ditë për Amerikë, kur s'ti ka me shkue për në të e jetën një këtë venë. Mos në nëjtë kur si në fituam në se këta shkua di. Fituam një ju, që rritë i finë tu. Fituam një ju, që fmi tuaj nuk asimilohen. Sot të bajunë, kur do t'jam unë, jo jam shkojnë është rritë asimilimit, nipi është asimilu kërit. Pra, njëta që në kanë majtë fëlejtë në zeta, njëta që në kanë rujtë venin, njëta meritojnë medaljet, certifikatat, depuratat, i meritojnë njëta që janë tu, edhe jena që i kena këtu shpinën, ti venit. E që që thafë Zoti, ti uftë me këtë popull, alas këna rritë, as me shqinë rrëvet, si shtetet tjera për me funksionuar. Se cili, si del për venit vetë, i dhëm shpirti për venit vetë, u s'kumparë në Amerikë. Çdo ditë, në një ashtë në Shqipëni, trupi shfrytëzohet në Amerikë në tuaj dhe shfrytëzojnë atari. Nësë më në bëjnë të në historinë tonë, vërse unë kam gjithë gjithmonë një farë justifikimit me i bashku njërzit, se unë nuk më një takoj të danë.
Por kur bashkojnë e kështu, se thush e di se ta kujtojnë, takojnë e lëve e tjere se nështë as ka dëmë të mos takojnë e këtu, pile po ne bëjmë të bashkë takojnë e tjere dhe i shoftetan. Dhe nëse ka fronzote, është të si ma të mua, falenderit shumë, ju kërpë falë e thasë se e zgjata e hije, vërse kam dëshirë me full se s'kom ku marrë e sërkush ka e hije, edhe pas da këti rratë dhe pse zgjat me hije, por që pas e bardhë, u bekovë zote ju, familje tuja, i gjithmonë vedër njëra në zime të aposhin bashkë, jeni të nëruën, së vëdhe se kënë nëruën, se të të herë, nuk më në bashkëve njërës t'ilë ma, një pëndurë t'ilë si më ka rëthua së vëndë se ju. Profesor, një se ka fronzote, falenderit se për e moshin që ka në respektua së vëndë. Dhe këtë uftoni, kemi parë një thikë, kontribusim e nërpushim për përparimit e edukativit në atë venitet, patëshim familjes tina, që ka shëmbullore, por patëshim dhe qëtërisht tina. Gjithmon, u bashkoshim plurime dhe rëzime për kamin eftoni. Amëlsina thot jetë të në fund, kam një mik temen që e njëfti të tanë, mik e dhe i familjes, të madhin sa në ruqe, një është të rimalë. Një mëra ma gjithve në si e madhe që u gjina këto me temë që doja ka ba disa ditlinje shefës, granjeri i shefit, edhe atje ba gjemi shkak të thote me ba shef, për vetë faktin që Dugagjini ka qëndru, ka nëjtë në shpel, ju ka në nështru, e ka mësu jeta, ja imponu vedit e punës, kam rrit aty ku duhet, unë kam jetu shumë afer me nojen, kam pas dhomën teme për i përjull gjatë kohët në bezven, noja është mishnimi i inteligencë të një dugagjinësit punëtor me instikte njerëzore, mikpritse, por që ja ka rejtë për mu vlerën se s'munda la pa për me në filen, një grue kalibrit nëllë që ka tërnu me në tanë artistat e tanë shqipnis. Për në nërës filen. Kështë tjeta në uftoni edhe i shqipnis. Gospodrina, nëse kjarë, nëse shokë, falenderit shumë. Këtu kom edhe i tavolin të mizvet mizjes babonin, ju falenderoj të thanet nëse kjarë, së vënde, por duhet bëjë edhe i falenderim shkurt. Grupin e shokëve si sët, ka dalë në përkafe të pagu atje, në përkafe për të mëneru mua pre atje, nërta Shërif Nesa është një miki jam i veçantë, 30 vjetë që punoj me ta, por unë pse u largova prej punit e prej biznesit, a i nuk u largova prej meje, dhe ka metë mik dhe ka për të metë mik të njëtën. E ju vrejshtet, edhe aty në të dhe ku janë, e i falenderoj për respektin që më kanë dhanë. Falenderit nëse ka për zotit. Të lumt goja e mirë se të gjithë me në oftoni, në mërë gjithjush një duar drokitja dhe një urim për zotin në oftoni, gëzuar ditlinjen 100 vjetë lumtura për ty. Ka kënë një fjallë vjetra atje tek na që në disa shtëpia në rejtë qoshit, Beca i Qalës, në shtaka i herave në lekziona i kirë, kur ke shku për i natë, ke nej 2-3, e të në oftoni, kur nisë me foli fjallë, duhet me thanë disa tjera për me thanë hakun, për ta nërua ata që nërëj familjen e ti, që nërëj Dugagjinin, që nërëj shumë emigranta që i priti atje, por edhe shumë familjet varfra në momentet vështira këtu në Shkodër, ai që shoqatën Dugagjini për shumë vite e sponsorizojnë aktivitetet e tij kulturore artistike. Faleminderit në oftoni në emër të artistave të Dugagjinit, në emër të shoqatës Dugagjinit, në emër të sofrës Dugagjinit, në emër të gjithë Dugagjinasve, sepse na ke nderuar. Zoti ta zgjat jetën. Miqtë e në oftonit janë aq të shumë sa Lak Luskajt nuk do t'i kishte zanë, por kë na ka bashku shpesh dhe na ka shtipur shtetan me disa herë. Më ka ardhur një përshëndetje për zotin në oftoni me rastin e ditëlinjes tij 70 vjetorit, nga kryetari i Bashkisë Shkodër zoti Benet Beci, i cili uron gëzuar ditëlinjen, respekt dhe mirënjohje për gjithçka që ke bërë për komunitetin e Dugagjinit dhe Shkodrës. Gëzuar në oftoni. Kryetari i Bashkisë Puk, zoti Rok Doda, të uroj ditëlinjen zoti në oftoni 100 vite të lumtura për ty pranë familjes. Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe zotni Tonin Marinaj, ju uroj ditëlinjen 100 vite të lumtura nga miku jon dhe joti veçanërisht Tonin Marinaj.
Deputetja Dukagjinit, Zonjusha Mariana Koçeku, jura mbitlinjën gëzuar 100 vitet lumtura për ty dhe për familjen tane. Mirë se të kena gjetë në oftoni, por surprizat për shnetjet për ty sonte nata është e gjatë mos e këshyrë sahati. Në shikua të pjatat pak, në respekt gjithë miqve, sepse gjithë dhe të japim fjallën ata që dëshirojnë me përshnet, do të ftoj njërin nga njerëzit me bujarë që unë kam njohur në i herë zotinuar. Aja është mjeshtri malë Përparim Laçi, i cili ka sjell një dhuratë po dëmë me ballë një përshëndetje. Mirë mbrëma gjithëve, me të folë para jush është emocion, por edhe knasi, për në ftonin nuk dalin në dini vite për me të folë për përjarin respekt, që ka kriju ky dhe jep ky në njerëzit me nevojë, sidomos ata që kanë nevojë shumë për ne. Kështu si këture, zuar të timin dhe shumë vite bashkë, dhe është me familjen tane, gjithë një bashkë. Polifoto, zuar 70 vjetori, miku im dhe i gjithë shqiptarëve, që ti hapë zemrat në ditë vështërësie. Një jetë e ndërtuar me punë, përkushtim dhe zemërgjërsi. Një njeri që hapë dyrët dhe zemrat për kombin në momentet më të vështira. Ky meriton shumë, kjo është një polifoto me disa fotografi të nervite të mnojës, ku jemi mundu mi gjithë më të pikasurat. Zotit zotë zemrën familjarisht, me gjithë që ke për zemrën. Faleminderit Përparim Laçi, kryetarin e Bashkisë Fushatit, zotin Hil Curi për një përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma gjithëve, zotin Nuaj, përshëndet, faleminderit që na ke ftu. U bashkë 100 vjes, sinqerisht unë dokumentarin kam qenë disa herë në Michigan, fakt, unë nuk kam pas rastin me taku. Menoj që ti ke ba i gjasi pak shqiptare bajnë ati, unë me që kam pa, jo me i ofendu ato, po kjo është i vlerë. Unë drejtër i bashki kam, për fatë zotit, kam biznesmen më të fort Shqipërisë kam për i bashkiste, që japin ne kontribut vogël në i herë, po jo se konet ndjenjën e atë dashurisë, atë ndjenjën e si humanizmin e bajnë disa rastet caktume, po sinqerisht ishte e kërshëtume, edhe humanizmi, edhe ndjenje kombëtare, sepse na përditet ma shumë në Shqipëri me nëjë që edhe unë këtë ndjenjën kombëtare. Herë për i politikës, herë për i shoqërisë, herë për i pasmësa, për i refrisa. Shumë e justifikojnë me i fjallë. Unë jem shumë mirë sone se jam mesin tuj, me respekt mamë për zë njenin për jush, dhe me respekt për ty, për gjithë veprën që ke ba, dhe për zorin që profesor, me kuptove, në kena dhe lidhje me zorin, sonë jam pjesë shalin në shroshën nga si vleze, që që bravo, unë kjo menej se ashtë 70 apo thamë edhe 120, ti vlerë dhe çdo kush që jep pak kontribut për vendin e ti, që ofte edhe jo financiar, po ti jetë kontribut. Për mu, është shumë i respektum edhe i nërru. Dhe ti, je shumë i respektum prej tonë këtyne burrave, grave, të nërruve që kanë arë sot për respektin. E më kishtë mbetë shumë marak më së parë, dhe faleminderit që më kiftu. Dhe faleminderit shumë që ti banë këso organizime që si na bashkën, sepse shpesh herë na nuk bashkën, edhe pse në Shqipëri. Dhe unë të falenderoj shumë. Do të ftoj një përfaqësues të shoqërisë kulturore artistike Besa Shosh, zotin Gjon Kosteri, që t'i jap një përshëndetje dhe një dhuratë simbolike djalit të Shoshit, sepse vitet për në oftonin janë thjesht numër. Përshëndetje të gjithëve, mirë se u bashkuam të në oftoni, mirë se gjithë. Në oftoni është një djalë nga Shoshi, është kolegu ynë, moshatar, pothuajse në emër të shoqërisë kulturore artistike Besa Shosh. Kam një surprizë të vogël, një fotografi të atyre viteve me kolegë
këngëtar dhe instrumentista nga shoshit e viteve 80. Unë jam krenar që kam kushri e kam shok bashkëpunëtor si që jeni të gjithë. Ne të gjithë këto sot jemi miqë dhe shok të Nuoftonit dhe jemi miqë edhe me mua me të gjithë, sepse mikun e mikut dhe në qovë se nuk e njehe ke mikë. Kjo është një foto e viteve 85 atëherë kur grupi i Shtëpisë e Kulturës Shosh fitoi çmimin e dytë në festivalin e rrethit të Shkodrës dhe Nuoftoni ishte një nga udhëheqësit kryesor të atij ansambli artistik dhe këtu kemi dy kolegë dhe shok këtu të cilët nuk jetojnë dhe janë Marash Babuni, lahutari më i mirë në gishta që ka luftë Dukazini, ai nuk i ka punu lahuts, por i ka ra. Është Gjergj Marguri, kushri i joni, që ka luajt me lahut me qifteli dhe krijues letrar. Pastaj është Treshja, Mhill, Ftoni, Nuoftoni dhe Kolgjën Gjesma, lahutar me fyll dhe me qifteli. Në qështë këtu në kam është Bylbyli Nuofusha, pastaj vinë poeti Prel Milani që me kohë që në vitet të bërë ka filluar krimtarion është kanë pjesë e grupë ansamblit të Shtëpisë Kulturës Shosh, është Kol Martina Ramave, është Gjergj Temeli dhe në fund është Beluli. Të me falim, sepse unë kam dishruar të kemë edhe shok të tjerë, por mundësia këtyre foteve janë falenderoj Noj që naftove, falenderoj të gjithë që keni ardhë dhe në gëzime u takoshëm të gjithë. Faleminderit Gjevgaserit, faleminderit Desa Shofit. A keni zakon të na, se rëptë e shtëpisë të kanë cilë zanë në shok. Shok të kanë cilë në katunin në fis, atër e kanë marë. Kjo se donë njështë të u, të dënë gjithë bota. Faleminderit shumë. Mjeshtri Mall Ilmi Kurti, drejtuesi i shoqërisë atletare Malësia Madhe, një fjalë përshëndetje ashtu siç di. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma Nuoftoni, Zoti ta rrit njerë dhe ta shtoft tjetër. Jo vetëm nga 17 vjetorë, por shumë 70-80 vjetorë shoha bajnë për ty, duke dëruar ty urojmë tanë shoshin e Dukaqinin, një nga krajinat më të patriotike dhe të vlefshme që ka veriu i Shqipërisë. Jam shumë krenar që të kam mik, po misia është disa vëllesh, për me pas mik bukët, është misia që qëndran jetë jetë dhe është gjaja ma bukër e ma shtrajnë që eksistojnë. Ti e një nër vlerat e shmuar e vetëm Dukaqinit për të Shkodrës, për krejtë kodë shqiptarë, sepse ato personalitet, ato njerës që folen për ty, tregojnë edhe një herë mas mirë, a janë dëshmia ma gjallë e vlerave që ke, dhe për këtë ne nga banë gjithë dhe kërnarë. Zoti të rrujtë familjen tane, ty, mishë tu, dashkamirës tu, dhe unë në emër të gjithë dhe në mirësave të mëjto, të rrëj shlet e jetë, të rrëj të ratë mirat një jetë e pasim sa ma gjatë. Faleminderit Ilmi Kurti, e ftoj zotin Gjatë Bruqi, i cili ka një përshëndetje dhe një dhuratë simbolike për zotin Nuoftoni. Të nëror Parish, e ndjej vetën kërnarë, që si mirëditor, ndodhen sonde në sofrën e Nuoftonit, në sofrën e madhe të Dukaqinit. Fanë ndoni para një shekull e më tepër, pati thamë, në moj, mos keni frikë se ke djemët në Amerikë. Te postulat të thirri të në ratë nëllit, Nuoftoni e ka te kalu. Jo realizu, po e ka te kalu. Unë profitoj në rasti, i uroj, i dine shto dhe vetori, ta kaloj shekull në vitet shmeshme, me nëndorin familje e aktivitet pandër për qeshin në fundare. Zoda i uroj të librat të thjesht, njeri është me historikun e familjes mjënditore në vjenë në tip, nësa një tjetër është me politik, sepse në sërit do të po marrë me politik. Në gëzime me gjithë e me Nuoftonit gjithmonë bashkë, faleminderit.
Faleminderit të respekte. Investiguar të gjithashtu. Hajde Farida. Dhe tani për një fjalë përshëndetje se e ftoj mikun e Noftonit dhe Dugaxhinit nën kryetarin, nën prefektin e Malësisë Madhe zotin Hyseni Hysaj. Noftoni të zoti e u bashkë 100 vjeç dhe jam shumë i gëzuar që kam njoftë në burë si ti, me zemër të madhe dhe duhet përshnes e duhet uroj 100 vite. Përshnetet mira me ty dhe familjen tënde. Përshnes familjen tënde dhe veçati gruan tënde, se pa atë familje me atë grua, nuk do ishe kanë ky që je sot, ky njeri që i ke marrë emër vetit me këtë zemër që ke. Prandaj të uroj jetë gjatë dhe të kalosh vetëm gëzime pa shpërhira. Duhet përshnes dhe shokët e miqtë tu atje që janë duke festuar me krye Sherif Vrecën dhe paqen gjithmonë në stetit. Urime e gëzuar. Është besnik gjinari që gjithmonë humorin e ban në malësor, nështë asët. Nuftonin e kam mik, me folë për Nuftonin, folin dokumentari, folin njerëzit, folin edhe vetë shumë, e të prejtë dhe i vije, pa hajtë për e pojnë valon. Nështë një urej shnet, Nuftonin e kam në aftu prep. Eftoj një mik Dugaxhinit e një mik Noftonit zotin Gjën Jaku. Ju përshnes, miqë e shokë, në këtë ditëlinje të Noftonit. Përshëndeti ta qojmë i gotë në këtë rast 17 vjetori. Plot 100, o miku jonë, i plotësofsh me shnet të mirë, gjithmonë i gëzuar në mesin tonë, t'i uroj me shumë dëshirë. Tash po mbylli këtë recitim, me fjalë ngrohta miku ju i Gjoni, çdo ditë mjet, noj pa të zbekim, lartë ma lartë familja ftonë. Kam një mik toni nga Puka që vjen për Tiranet, zoti Gjevalin Gjergji. Mbrëmja e mirë e mirësit gjeta. E të tanëve të një tjeta. Kam marrë sontën këtë kënd me uruë mikun tem. Me uruë sonte Noftonit në përmes ti mikrofonit edhe i qimë e me të natë mira ti plotësot zoti dëshira. Ku të tjemë, e sa të tjërë, bukën dalë me se habrej. Respekte për gjithë. Kryetari i lidhjes shkrimtarëve të qytetit Shkodër zoti Zia Vukaj. Mirë mbrëma, zoti Noftoni, përshëndetje të gjithëve. Unë kam një arsye madhore për me thanë dy fjalë për personalitetin e Noftonit. Unë kam një njohje të hershme, njohje e cila është përsërit në kohë të vona. Unë kam punu mësues, në Dugaxhin kam qenë dhe unë kam pas rastin që në sofrën e Noftonit kam qenë edhe në Michigan. Dhe ishte po i njëjti personazh, një personazh që ne që merremi me letërsi i themi personazh faustian, një njeri që din gjithçka. Një njeri që ka një intuit të jashtëzakonshme, një inteligent të pa parashikueshme. Dhe ka qenë i pa parashikueshëm gjithë jetën, se për ndryshe nuk do të ishte këtë që është sot. Dhe ky 17 vjetori është apogeu, është ajo përpozisheni që i nodh njeriu në jetë. Dhe po të baj bilancin e jetës, sonte ky pa tjetër që është ka dhe rrugëtimin ma të mrekullueshëm, ma madhështor që mundet një njeri i thjesht me ba drejt majave më të larta të jetës. Dhe gjithçka e ka të meritume. Do të gjej rastin që të përshëndes edhe bashkëshorten e tij, sepse thonë mas një burri të suksesshëm ka një bashkëshorte shumë të zojen që e ka si shtonë të vjetrit si orë. Dhe i uroj jetë të gjatë këtij çifti që themi ne u plakshëm bashkë e noja mu baftë mi 100 vjeç. Faleminderit.
Ka njerëz që largohen nga vendlindja për të ndërtuar jetën e tyre, por ka edhe nga ata që sa do larg të shkojnë, e mbajnë vendlindje në zemër dhe e kthejnë suksesin e tyre në shërbim të komunitetit. Një prej tyre është Ndu Eftoni, një emër i njohur jo vetëm në Dukagjinë e Shkodër, por edhe në diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Historia e tij nisi më 13 qershor 1956 në Ndrejaj të Shoshit, në zemër të Dukagjinit. Ne kena një familje madhe, shtëpia e Mjellit në zonën e Shoshit, një shtëpi e njoftun në gjitha zonat e Malësisë, parë tonë. Dhe që të kena një familje prej 20 vetash që ka jetuar bashkë. Një fëmijëri e rritur mes maleve, traditave dhe vlerave të trashëguara brez pas brezi. Kjo është trudhëse ku kam lindur dhe 4 vllazën 3 motra. Kur s'është menuar se ky vend do të thësh shpina dhe nuk do të bëja si koha, dikush për të larguar jashtë shtetit, dikush për të rënë në Shkodër, nga vetë kushtet e tilla. Vetëm 14 vjeç ishte dita kur për herë të parë la Shoshin dhe udhtoi drejt Shkodrës, një moment që do të shënonte fillimin e një rruge të gjatë sfidash dhe suksesesh. Në moshën 25 vjeçari largohet nga Dukagjini dhe nis punë në ndërmarrjen e furnizimit të punëtorëve të hidrocentralit të Komanit. Më pas në vitin 1986 vendoset në Gur të Zi, ku ndërton jetën dhe stabilizohet me familjen e tij. Aty krija familje, jetova 12 vite. Kam një jetë që thosh për të vitet të parushme, duke gjetë një popull mjaft bujar, fetar, me tradita, dhe e gjeta vetën shumë mirë me ata njerëz. Por ëndra e tij nuk ndalej aty. Në vitin 1996 me rrugën e emigrimit drejt Amerikës. Shikimi im mrapa ishte moment që unë shtanga duke mënue se do udhtojnë vetëm trupi im për në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jashtë i vendit, dhe me zemër me shpirt do të jem gjithmonë në vendin tim. Takimin me Amerikën për herë të parë përjetova si të kapësh një gur dhe ta hedhësh, ti japësh ka dhe ta hedhësh dikun, ashtu kom zbritur në Amerikë, po a ditë kam të shkuar në botë. E mojmen fort mirë kur ka në Amerikë, i cili ka punuar pa ullodhë, ditën natë, pa pas kërkan për afër, as pjesëtarët e familjes më të ngushtë, por ka arrije atë që sot ne jemi mbledhur këtu për ta oruar, për ta përgëzuar. Si mira emigrant shqiptare dhe ai e nisi nga puna më e thjeshtë. Punoi si pjatalarës duke mos kursyer as mundin dhe as sakrificat. Ne kena kanë pash pares, se s'kem ditë ku shkojmë. Ishin vite të vështira, por të mbushura me besim, këmbgulje dhe vendosmëri. Nuja ishte një shembull atij shqiptarit të devotshëm, punëtor, të palodhur, i cili edhe në fund botës po ta çosh, i vën përdorim vullnetin e tij, talentet e tij dhe arrin që të bëhet dikush që të dallohet në atë komunitetin e madh të shqiptarëve në Amerikë. Vetëm 3 vite më vonë, në vitin 1999, themelon biznesin e tij të parë, kompaninë Eftoni Brothers, e cila furnizonte me produkte ushqimore restorantet në shtetin e Michiganit. I ka fituar paret me punë, me ndjerës, i pastër dhe për mua, qindra dhe mirat shqiptarë të tjerë. Kur marrin këtë rrugë, si rrugën e Ndu Eftonit, mendoj se ka merita. Nuja kishte bërë shumë miq, njerëz të cilët e admironin në sajt faktit që ishte gjithmonë i qeshur, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, me ndjenjën e shërbimit ndaj të tjerëve. Zoti Ndu Eftoni mbetet një bashkëdhetar, do të thoja, i shkëlqyer këtu në diasporë, një shok i mirë dhe një biznesmen i fuqishëm me rezultate shumë të mira. Suksesi erdhi gradualisht. Në vitin 2006 bleu marketin e mishit Eftoni Meat, i njohur si Dukagjini Meat. Por unë jam kryonalt që i kam mu emrin shqiptar për nesh dhe jam midis të gjitha këtë biznese këtu që konkuroj dhe të gjithë e din se unë nga Shqipëria me punëtorët e mi ju bëj atë shërbim që ata me të knoqën dhe spyesin a ke janin
aftoni o Amerikan, o Gjerman, o Grek, o aftu, por kush është ai që i shërben më mirë. Një njeri i ardhur nga Shqipëria me një histori pothuajse të pashkruar për biznes, të vinë në një shtet të madh si është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kushte të reja, në marrëdhënie të reja, dhe me pa njohuri mbi gjuhën angleze, të futet me një ndërvjellësi të papar, është me të vërtet një histori suksesi në lidhje me punën dhe arritjet e këtij njeriu. 2 vite më vonë, në vitin 2008, bleu kompanin Imperial House. Që ishte një shtëpi ku njerëzit tanë, kisha jonë gjithër aty kemi bën festat e flamurit, kemi dasma aty në bën fejesa, gëzimet e tjera, raste e tjera të jetës, i kemi bën në shtëpi që për neve ka qenë mas kishës, mas kësaj qendrës tonë ku kemi zhvillu aktivitetin tonë, ka qenë vendi i dytë ku aty jemi mbledhur. I një sallë e madhe që është për 1200-300 vetë ata që duan me bën gëzime në atë sallë. Në oftoni vazhdou e punou e zhvillou në atë sallë, edhe erdhen punët e gjanat që doshin mu bën punët e datëlindje, gjana kombëtare, dazma, edhe noja gjithë se cilit ja bërballote e një mote për me bën dazmën, me bën gjanat kombëtare, mlidhjet, kush do që i vite këtu, në oftoni i merte, e i prite, e i qitë të darkat falë, nuk i ka marrë kur kuj as një $, për çdo kush i ka arë këtu. Si që thonë Amerikanët, nuk bën give up, por rikthej dhe një herë nga e para, me kurajo, me iniciativë dhe fillon historinë e suksesit. Ndodhesha një herë në Imperial House dhe vjen një Amerikane me disa handikapat dhe i kërkoj menaxherit një sallë dhe disa kushte minimale për të ndëruar ato në një aktivitet. Sa po mori vesh në uftoni, i tha sallën e ke lirë, ushqimin e ke lirë dhe gjitha shpenzimit do t'i përballoj. Dhe asaj i shkun lë, e tha falë se po të pyesën, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pyesën se prej ka je, çfarë nacionaliteti je, por ajo do të ishte me ngjyrë, do të ndinte nga është ky njeri. Ande në uftoni tha jam shqiptar. Edhe ajo tha Zotit bekoft, Zoti bekoft Shqipërinë. Në vitin 2013 zgjeroi aktivitetin e tij duke blerë televizionin ACTV dhe agjencinë e udhëtimeve World Travel. ACTV, një televizion që ka krijuar fizionominë e vet, transmeton çdo natë në kanalin 19 të këtij rrjeti kablor shtetëror, ku ka promovuar vlera dhe jep lajmet e gjitha aktivitetet që ndodhin në komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Unë shkollë kam shkollën e jetës, kam marrë 8 vjeç shkollë, por pri moment të bëna intelektuale. Se në vitin 93 më thot njerën qofë se për 50.000 lek do t'jap me amës shkollën e mesme. Dhe mas 6 muaj shki 50.000 shkollën e lartë. E mora të diplom, kërëva punë dhe mas dhe dish të pi kafe me të shokë, më thonë çfarë shkollë ke, thëmë kom shkollën e mesme. Ku ke marru fillen menë? Kush ka kanë drejtori, kam marru ullën aty shkollën, unë aty s'nik shakan. Dhe në shkolla muhabet, me të mundësit e mija, dhe kur dola, mora rrugën shkova në shpi, e kom marra diplom, e kam shkrye bënga copa, dhe se ka pa kush makur, se më nëve e pashtë se nuk tjep e men as firma, as vula, njeri duhet jenë vetë vetja, ku do të qitjen, se nuk bëjnë as letrat, as vulat nuk bëjnë. Në Amerikë se më ka pyet kush kura ke shkollë, sa shkollë ke. Disa vjetë e me radhë punojmë bashkë, është një burr i ndershëm, i thom në uftoni me 2 zemra. Ndërsa në vitin 2015 bleu restorantin me 120 vende, ftoni koni, duke krijuar kështu një rrjet të rëndësishëm biznesesh në Michigan. Duke pas njerëz të tillë si në uftoni, komuniteti shqiptar
është ndihet krenar sepse prezentohet shumë mirë dhe prezentohet me dignitet këtu ku jetojmë, por njëkohësisht i bëhet mirë dhe vendlindje sa më shumë të tillë si Nuftonit Kimi, aq më e nderuar është edhe Shqipëria. Tregtari si punë e shkrimtarit, lind. Me vjen një njeri i ditë në punë dhe i thot sekretarës do të takoj Nuftonin. Vjen në zyre, thot kom nevojë për punë. Qa punoni, thëmë, thot punoj qa të kesh nevojë. Por kom një problem, thot. Thëmë, qa është problemi? Ba me arë ma vonë, mësë më thonë kush pëse erë dhe vonë, se kam dhe punë. Ba me dalë ma heret, mësë më thonë kush pëse dole ka qeret për e punë. I thëmun, a din anglisht? Thot jo. Po, a ke shkollë? Thot jo. I vend punë e kam unë, i thëmë. A vend punë e kam unë, se me gjumë pak, e pa shkollë jam unë, do së më nërë qoj kujnë, atë vend punë e vështat që koni vend tjetër. Por për ndu Eftoni suksesi nuk ka qenë kur, vetëm një çështje biznesi. Mburem me Nuftonin dhe është një shembull për komunitetin tonë dhe për këtë komunitet që ne duhet jemi më të bashkuar, edhe këtë toni Nuftoni e ka bërë. Është një biznesmen i suksesshëm, është një njeri me zemër të madhe, është një shok i mirë. Në vitin 2005, themeloi shoqatën Dukagjini në Detroit, duke bashkuar shqiptarët dhe trevës së tij dhe duke promovuar vlerat kombëtare larg dheut. Kënaqet zemra që ekzistojnë evente të tilla kaq larg në Amerikë me qëllim për me majt shqiptarët e marrësorët bashkë. Kryu me një vendlinje të vogël në të vend. Kemi kryu një shoqat, Dukagjini këtu, si shumë shoqat atira që janë kryu këtu, është domosdoshme për ne se ne kemi ikë nga dhënë jonë, gjakun tonë e kemi lënë atje, por ne duhet jemi vëllezër e motra me njëra tjetrin këtu, për të ruajtur traditën. Është ngjitur mbi mesetaren e kësaj jete, duke vepruar edhe si bamirës, duke vepruar edhe si mecenat i artit dhe përgjithsisht i aktiviteteve që promovojnë kulturën, artin dhe historinë tonë. Një vendosmëri për të kryer punët në të mirë të zhvillimit të biznesit, të tij individual, por ka qenë vazhdimisht edhe një individ pozitiv për të gjitha aktivitetet, ngjarjet, eventet që ne kemi përjetuar në diasporë, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me vendlindjen tonë, me atë me Shqipërinë. Nuftoni, kjo më ka bërë përshtypje, ka mbetur po ai shqiptar. Gëzoj që dhe të tjerët të marrin një shembull që të ne mos vim këtu dhe Amerikën duhet ta duam. Amerika është vendi i demokracisë. Na ka dhënë gjëra që ne me punët që e meritojmë sigurisht, por jemi të pranueshëm. Nuk të thotë se këtu je shqiptar apo serb apo grek, të gjithë ose kinez, të gjithë trajtohen një lloj. E këtë ta jep Amerika. Mirë po, të qëndrosh njeri, të qëndrosh shqiptar. Më ka bërë përshtypje sepse ky gjithmonë, si që thash, nënat, që gëzohen kur veten në Shqipëri, të bëjnë lakror, byrek, baklava, ku di unë të presit, dhe Nuftoni kënaqet kur shqiptarët vinë dhe u jep darkë dreka si që ka dhënë në shumë raste. Por humanizmi i ndu Eftonit nuk ka të matur. Ishte viti 2007 pas tragjedisë së Kirit, kur ai dërgoi 11 milion lekë të vjetra për familjet e prekura. Për vite me radhë ka sponsorizuar gazetën Dukagjini, ka mbështetur botimet e autorëve që kanë shkruar historinë e kësaj treve dhe ka qenë një nga kontribuesit kryesor të ansamblit Treva, duke e mbështetur për rreth 7 vite me radhë. Do të çmoja shpirtin e mirë, zemrën e tij bujare, ruajtja e vlerave familjare, sepse ai vjen nga një familje tepër bujare, që është e njohur në zonën e Dukagjinit, por ato tradita të mira, bashkëpunimit të pakursyer që ai i ka ofruar të gjithë bashkëpunëtorëve, kryesisht bashkëdetarëve tanë këtu, e bëjnë atë që të jetë i veçantë. Kontributi i tij për sportin nuk mungoi. Në vitin 2013 dhuroi 4 milion lekë të vjetra për palestrën e mundjes në Shkodër, duke e financuar shtrimin e tapetit sportiv. Po atë vit, qyteti i Shkodrës e nderoi me titullin Mirënjohja e qytetit. Janë njerëz të cilët nuk e kërkojnë lavdin,
por lavdia u shkon pas aty. Ndu Eftoni ka ndihmuar 10 familje në nevojë dhe shumë të sëmurë që kërkonin trajtim mjekësor. Në vitin 2019 dhuroi 5 milion lekë për 3 fëmijët jetim në Fusharës pasi humbën tragjikisht prindrit e tyre. Gjatë pandemisë së vitit 2020 kontriboi me 10 milion lekë për familjet në nevojë në Shkodër. Rrit zotin e nevojës pas në mbarë, në moshën të ditë. Falenderoj Nuftonin për këtë ditë të vështira se na ka kujtuar me këto gjëra mira. Olna nërës nojës, edhe ju falë zotin nërës. Nojës se këtë pashë si vinë që ka kujtuar zotin e vetën këtë pak likësijet të gazepit që ka pasë. Një nga angazhimet e tij më të rëndësishme ka qenë lobimi për rikonstruksionin e rrugës së Dugagjinit. Në vitin 2016 ai u përfshi aktivisht në takime, verifikime në teren dhe ngritjen e grupeve të punës për ta çuar përpara këtë projekt jetik për zonën. Nga buxheti i tij ai ofroi 20 milion lekë të vjetra për nxitjen e punimeve në rrugën e Dugagjinit. Sot, në 20 kilometra për me dojtë Dugagjin duhen 4 orë dhe jena të izoluam me tokë, me krallime, me gjithë shkatje. Në të gjithë botën mera, s'mund të gjefti me të izoluam, as malë, as me emër sa ka Dugagjinit për Shqipërinë, s'mund të gjefti izoluam si është Dugagjini sot. Dhe ne kërkojmë nimën të uj, unë kam qitë $20,000 të mjatë, por janë zero në atë punë, dhe gjithë Dugagjini, gjitha për Dugagjinit, me bashku qa kena rrugën e Dugagjinit s'mund të nxjerrim, as mund të qesin manet, por duke pasë ne edhe qeveria, edhe ju, të na shifni se na jena të ju munu për diçka, jena munu për të bëni fund, sa do të vogël atë që mund të bëjmë si këtu si në diaspor, dhe do të thëmë çdo Dugagjinësit që kena detyrë për vendin tonë, dhe secili ka detyrë që të kontribuojnë tani në veten për kontribuar për vendin e vet. Por unë ju garantoj, si kryetare e Këshillit Qarkut dhe si përfaqësuese e këtij institucioni, që ju e keni ndërruar sot me prezencën tuaj, me anë të një kërkese nga pala juaj, ne do t'i shkojmë deri në fund kërkesave tuaja dhe do t'ju mbështesim në të në format ligjore të mundshme. Dashuria për vendimje nuk është shprehur vetëm përmes ndihmave financiare. Nga Amerika i është kthyer plot 54 herë në Shoshë dhe Dugagjin. Unë tu marrë, si thush marrë frym kurvi, për duke një atë shpirtin dhimin për vendlinën teme, duhet që edhe këta Dugagjinas që janë lerrit të vend, sot kanë dalë për këtij vend dhe kanë rënë Shkodër, mos e quajnë rahati pa infrastrukturën e këtij vendi, ta kupton? Se është detyra jona për ta marrë të vend, se këtu kanë ishte atë baba, gjysha tona dhe janë rritë me sheku njerëzit në të vend. Çdo vizitë ka qenë një rikthim te rrënjët, te miqt, te bashkëfshatarët dhe te njerëzit e zemrës. Në këto vizita ka ftuar dhe mikpritur qindra miq e shok, duke promovuar bukuritë dhe vlerat e trevës së tij. Qysh atë ditë që duhen në migrim me shokët e vetë si pat në vojtje, i morë, i duhen nga vojtjet, i majti. Ullanimin, erdhë në çdo rast, në çdo fest, ka ardhën shosh, i ka përkujtue edhe ne dy vetëna ka flashin këtu. Mua dhe lulashin çdo fest. Për Amerikën që gërishin ne ka çuar paret, ne ka përkujtue, ne ka rua festat, është një njeri që rua shumë traditën e të malsorit, traditën e të parëve. Traditën e shqiptarit, pra nuk ka mall me tret. Kur i kalin zemër tamam për me ruajt, çka don me ruajt një djalin e ruam i shoshit. Për asnjëherë ai nuk e harron vendlinjen tonë. Duke shkuar, duke vizituar vendlinjen e vet, njëkohësisht edhe duke ndihmuar atje. Ndu Eftoni e ka aplikuar në këtë komunitet, i cili nuk ka rëndësi përgatësia, nuk ka rëndësi besimi, nuk ka rëndësi gjua është e jugut apo e veriut. Të gjithë janë të barabartë dhe një lloj për filantropistin e njohur Zotin Ndu Eftoni. Patriotizm pa ditori nuk ka, po dhe edhe për pasuri nuk ka. Të treja ja ka dhe Ndu Eftoni Perëndia. Ndu Eftoni sot është simboli një dritë meteori që nesër do t'jenë me 10 shqiptar tjente dhe vajzat tona. Falë angazhimit, punës, zelit, interesimit dhe dashurisë të njerëzve të vetë,
për vete, për familje dhe për kombin tonë. Dhe Nuoftoni ka bën shumë, jo vetëm për biznisin e vetë dhe për familjen, por edhe për të ndihmuar. Nuoftoni kur nuk ka kërkuar, nuk ka bën përçamje të njeriu çfarë feja, a çfarë krahine është, ky ka da njerëzit në njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Dhe sigurisht se ajo është një virtyt i tij lartë, i cili e cilëson dhe karakterizon këtë njeri të mirë. Liderët bëhen ekspert në punën e tij, karakter që do të thotë integritet, puna me përkushtim, shpirti fitores që e kanë karakterizuar këtë zotëni, që ka arrit këto gjëra. Ka arrit me ndryshu vetveten dhe prandaj ka arrit në këto rezultate. Mirë se ka për zoti sonde në këtë festë tradicionale të zonës Dugazhinit e shoshit, kryesisht si barak i shoshit. Ne na mësua gjithmonë, si thosh, me misë me dashamir për të kamtuar festat, se është si na kanë dhuruar parë tonë, cilat edhe ne do t'i ruajmë dhe do t'ja trashëgojmë atyne që vinë pas nesh. Nuoftoni të urojmë 100 vite, faleminderit për festën edhe në emër të artistëve të Shkodrës, të cilët sa herë që kanë ardhur në Amerikë, janë ndjerë si në shtëpinë e tyre kur kanë gabuar tyre. Për të falenderoj sinqerisht me gjithë zemër, me emër të tyre. Nuoftoni shuhet për bujarinë e tij, duke shtruar sofra jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i dhënë rëndësi çdo feste me karakter fetar e kombëtar, por dhe në mbyllje të sezoneve verore. Ju falenderoj dhe ju uroj gjitha të mirat dhe jam krenar që jam midis jush dhe jam krenar që kemi midis ne. Unë të falenderoj për këtë speech korrekt dhe shumë signifikant. Dhe dua të them, jam I lumtur që ti je shëndosh e mirë. Jem mes nesh dhe gjithmonë duke falënderuar mikun tim të shenjtë, Nuoftoni, Pal Shkrelin, të cilët Luj Gjoka e të tjerë, të cilët me shumë impenjim, me shumë dashuri kanë folur dhe kanë ndjekur edhe curin time nëpërmjet teje edhe interesin tënd për mua. O ju të tanë me knasi, duhem me ju thanë, shoku të mirë mos I jak feshtinën, o vas të kesel asën të mirën. Në këtë takim në shtëpinë e Nuoftonit, që na bashkoi si din Nuoftoni me I bashkues shqiptarët, dhe din gjithmonë me I bashkues shqiptarët nga gjitha krahinat, për me diskutu dhe me u bashku si vllazën shqiptar. Në shtëpinë e tij në Michigan ai hapi jo vetëm dyer, por edhe zemrën, duke pritur me një bujari të rrallë. Artistët nga Shqipëria, mikpritja e tij e jashtëzakonshme e bëri largësinë të dukej e vogël dhe Amerikën të ndihej si një copë e ardheut. Dhe na bashkov Zotin dhe na lash bashk me zemër e me shpirt e me bashkëpunim veç për të mira të familjet tona, të komit shqiptar dhe shqiptarëve të kudo që janë, që kena bashkimin e tjetën dhe marrëveshje e dashni. Gëzuar. Mirë se keni ardhur. Hajde, çeka gëzuar.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ndueftoni është bërë një urë lidhëse mes shqiptarëve dhe institucioneve amerikane. Ai ka organizuar takime të rëndësishme, ka pritur personalitete të larta shqiptare dhe amerikane, president, kryeministra, kongresmen dhe diplomat, duke promovuar vazhdimisht çështjet shqiptare. Fala autoritetit që krijoi në Amerikë, Ndueftoni është takuar me personalitetet më të larta të shtetit, si presidentin Bill Clinton, Sikur me landorën Zotit, më ka dukur i komandorën për herë parë Clintonit në atë kohë. Kryeministrin britanik Tony Blair, kryetarin e shtetit të New Yorkut Eliot Engel, kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin, senatorin e Michiganit Gary Peter, generalin e NATO-s Walter Clark, antarin e Këshillit Bashkiak të New Yorkut Mark Joney e të tjerë. Zoti Kryeministër, mirë se erdhët Shtetet Bashkuara të Amerikës për takuar vëllezërit dhe motrat shqiptare që jemi këtu në Amerikë. Unë jam Ndueftoni. Vin nga Dugazini i Shkodrës në kufimin e qiellit. Kam 28 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam antikomunist dhe demokrat i flak dhe kam nerin që kam marrë sot për të takuar kryeministrin e shqiptarëve në Amerikë. Në takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Shqipëri, nuk ka nguruar asnjëherë të ngrejë probleme, por dhe zgjeroi zgjidhjet për lehtësirat që ju duhen bërë diasporës për të investuar në Shqipëri. Kena shumë dëshirë për vendin tonë, kena dëshirë të gjithë me investua si kur shoqëri tjera, kisha për të kërkuar se për shqiptare. A mundet me na garantua në 80% si zembe të vetën tonë, me gjithë atje, që mos më nartë kur federave me kriteret që kanë biznesën gjithë botën, se edhe unë maj, që në zonë teme, kur të vesh asfaltin më shosh, dhe në $200,000 e $500,000, edhe në të mos jam, unë do t'investoj atje, ose në bujqësi, ose në dektori, ose në turizëm. Dhe si unë ka shumë edhe këtu në Amerikë. Unë s'kam qenë antar i asnjë partie kurrë. Janë 30 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dua Shqipërinë dhe shqiptarët, jam kombëtar, nuk jam partijak. Të gjithë, edhe ata që kanë shkruar për mua është me parti këtë janë, nuk ka problem, më bë kryeministra nesër, unë i respektoj dhe i nderoj si kryeministra të vendit. Një moment kulmor ishte organizimi i festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në vitin 2012. Vëllezër e motra nga Shqipëria, Kosova, Presheva, Bojanovski, Dibra e Madhe, Manastiri Çameria. Të përshëndes ju që jeni sonde këtu. Në këtë marrëdhënie, por në të njëjtën kohë të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe t'ju uroj gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 1200 shqiptarë dhe autoritete amerikane. E gjithë veprimtaria u financua nga Ndueftoni. Me shpirtin e tij bujar, në vitin 2012 organizoi 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ku morën pjesë 1200 shqiptarë nga të gjitha krahinat dhe 60 personalitete amerikane. E ftoj Ndueftonin të vinë këtu për të marrë një dekorat për 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. I vetmi shqiptar, i vetmi aktivist në trojet tona shqiptare dhe ka flitet gjuha shqipe, i cili sponsorizoi një shumë e madhe tradar e çmallëstore ku zemra e çdo shqiptarit, qysh nga plaku e deri te fëmia me madhështi e prishte atë natë për ta festuar. Vepra të tilla që kushtojnë para, që kërkojnë burime materiale të shumta, i kryen një njeri që është me të vërtet patriot.
Në atë mbrëmje ai u nderua me një certifikat të veçantë nga Kongresi Amerikan për kontributin e tij. Gjithashtu publikisht në këtë festë ndueftonit ju dorëzua certifikata vlerësuese nga kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin. Vitet kanë sjellë edhe vlerësime të shumta. Ai është shpallur qytetar nderi i Shoshit, nderi i qarkut Shkodër, i Bashkisë së Vaut të Dejës. Republika e Shqipërisë, Bashkia e Vaudens, i jep Zotit Nuftoni titullin nderi i Bashkisë Vaudens me motivacionin për meritat veçanta dhe për ndihmën e vyer dhënë artistëve shqiptar në Amerikë, për rolin e rëndësishëm në fushën e biznesit, si dhe për zhvillimin dhe promovimin e kulturës, traditave dhe vlerave artistike kryetare. Qytetar nderi i refinave, nderi i shoqatës atletare Dukagjini dhe ka marrë medalje nderi nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë për promovimin e vlerave kombëtare e të tjerë. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare që vjen nga Shqipëria. Nderi i Qendrës së Artit dhe të Kulturës Shqiptare, Zotit ndueftoni, me motivacionin biznesmen suksesi, humanist dhe mbështetës i paqes sociale. Vërmendar i shuar i vlerave liridashëse kombëtare dhe një sensibilizues e promovues shëmbullor i tyre, vazhdojës i denjë i virtyteve tradicionale, artëdashës dhe mbështetës, si dhe sponsorizues nga më të rëndësishmit e vlerave kulturore artistike në Shqipëri dhe në komunitetin shqiptar të diasporës, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biznesi i tij Tony Mead është vlerësuar si lider i industrisë në Michigan, ndërsa në vitin 2015 u nderua në Teatri Migjeni si shkodrani më i suksesshëm në diasporë. Kam nderin t'i dorëzoj një burri malësie, një personaliteti i diasporës, Zotit Nueftoni, mikpritësi më i madh i artistëve dhe jo vetëm, i të gjithë shqiptarëve në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Egzosh. Unë kam nderin të sonde t'i vërzoj themeljohje vokalit më të mirë, këngëtares të merituame Alma Velaj, e cila e ekër Shqipëri për edhe diasporën rrëfetojnë zani i saj që e ka mund të me klasirë Ju falemnderit për respektin ne që ja këna këthy shpinën venit tonë, duke pas ju këtu, s'na kënë lanë kur folet tona moftof. Këna zjetë shpirtin, këna sin, ne trupin e këna tje, për zemën e shpirtin e këna gjithmot të. Mjaft Media kanë përsellur vit pas viti aktivitetet e tij, duke sjellë një model mjaft të mirë për shoqërinë shqiptare. Vendosur që këtë hapësirë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri t'ia dedikojmë njërit prej emigrantëve të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të kemi mundësi tashmë që nëpërmjet një lidhje me Skype të lidhemi me zotin Ndueftoni, i cili është kryetari i shoqatës Dukagjini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan, por edhe humanist, një shqiptar amerikan që ka rreth 30 vite që jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke njoft Amerikën dhe duke nije mallin për vendin time atë ku jam rrit, jam si puna asaj burët e grus, si i thot gruaja burët, po ba më u këthy edhe herë mrapa, edhe më kishe marrë prap. Edhe unë si kur kishe më këthy rinia, edhe një herë mrapa, kur s'kisha për të largu për vendin tim, po adhan kontributet në vendin tim dhe jo në Amerikas në vendet tjera të botës. Dramaturgu Fadil Kraja i kushtoi veprën Guxon një biografi e sjellë me mjaft mjeshtëri. Që ishe vërtet njëri që me guxim, me kam ngullje, arriti qëllimit e tia. Bëri përshtypje dashuria ti për vendlinjen, ose ma mirë me thanë zbërthimin e asaj fjalët urtë të popullit tonë, që thot, në qoftë se nuk din për i ka ke ardhë, nuk din edhe ku shkon. Jo vetëm aftësitë e larë përmendura, por ai dallohet edhe për aftësitë e këndimit në lahut, apo thurjeve të vargjeve të improvizuara aty në qast. Unë që ju thmi, ju kam mësut në vegleve, pa ka shumë me kesë sa ju bje, por s'kam dash të la atë që njën shpirtin tim, s'kam dash të la kërkën mëra, po ku do shkoj që di kam me veti. Unë tajnë da mi qigani, e në ropënan, pak më kanal zani, o për ventan, po kam kelzani.
kam trashëguar prej babës se i ka pas gjithmonë ne ka nën mbrapa. Historia e Ndu Eftonit është historia një emigranti që nuk e harroi kur vendin nga ku nis. Është historia një njeriu që ndërtoi suksesi me punë të ndershme, por që nuk e mbajti atë vetëm për vete. Ai e ktheu suksesin në mbështetje për komunitetin, në ndihmë për njerëzit në nevojë dhe në krenari për Dukagjinin e Shkodrën. Vlerat që ka shoqi, Dukagjini, Shkodra dhe Shqipëria si janë kërkon në botë. Dhe në qoftë se integrosh me atë edukat që ke vitur në Shqipëri, flet me gjithë botën. Sot emri Ndu Eftonit mbetet simboli për kushtimit, bujarisë dhe dashurisë për vendindjen. Një dëshmi e gjallë se rrënjët e forta nuk harrohen kur, pavarësisht sa larg të çon jeta. Për një burr në Michigan, për shumë vepra që po